Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të enjte datë 2 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin rritja e pensioneve ja kategoritë që përfitojnë, strategjia për energjinë rinovueshme si bankat e Sudes. Kryeministri Rama në Kopenhagen për samitin e Komunitetit Politik Evropian pritet nga mbreti Frederiku i 10, prioritet gjeopolitika. Tirana dhe 5 bashki të vendit shkojnë në zgjedhje në 9 nëntor, presidenti Begaj dekreton datën. Opozita shqiptare rreziku i karteleve për shqiptarët, shifrat alarmante të dash për drejtësinë dhe zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Në gazetën Dita mund të lexoni presidenti shkel kushtetuton nga Adrian Thano, 2 skenarët çfarë ndodh nëse kushtetuesja e legjitimon ose jo shkarkimin e Veliajt. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni mbi një trajtim të ri kundër gripit stinor. Në gazetën Panorama mund të lexoni shkarkimi nga qeveria ja më i fortë se kurrë çfarë paralajmëron Veliaj. Presidenti shpall zgjedhjet në Tiranë në 9 nëntor, votim edhe në 5 bashki të tjera, PD e quan puç kushtetues. Ribashkimi i Gjermanisë, takimi 2+4 të Parisit dhe të Moskës. Fondi veçantë, listat e reja me pronarët përfitues. Në Panorama Sport mund të lexoni Ernest, derbin dhe Tirana nuk e harroi kurrë. Merkatoja e Dinamos, Marko i ngjet stopin ndajës. Idrizi e Pollozhani samit me shqiptarët. Misteri Bakayoko te Egnatia, a është i dënuar? Murataj, anonimi që u kthye në lider te Vllaznia. 11 tetori ndeshje me rrezikshmëri të lartë. Në Barcelonë mbretëron Parisi, City bllokohet në Francë, gabon edhe Juventusi. Tare tenton goditjen Leva drejt Milanit.